Sa I përket shërbimit informativ të Kosovës, po e them për herë të parë, nëse ju kujtohet, unë besoj që do burrave që I kanë do vite, se na shtati I ri, nuk ke mujt më po e ki me të njeme. Që aty ku është sot Ministria e Kulturës dhe Ministria e Bujqësisë në rrugën Nëna Terez, u ka një qendër, domthonë në qershor të vitit 99, qendra jugoslave për bashkëpunim me KFOR-in dhe UNMIK-un. Edhe u bëjshin rreth shqiptar të merrshin pasaportat Jugosllavisë, se ja u kishin pas shkyje pasaportat njerëzve, edhe shqiptarët kanë prit në rend. Me urdhër të krerëve të shërbimit informativ të Kosovës. Konkretisht Kadri Veseli dhe Elmere Qicis. Ja, unë nuk po flas me emra, janë 2 njerëz me cilët unë kam bashkëpunuar, ti din ata 2 që janë, me urdhër të tyre. Që keni njëri që shini qëtu, kom hy në atë qendër jugoslave për bashkëpunim me KFOR-in dhe UNMIK-un, dhe e kom luajt lojën që jam I atakuam prej terroristave të UÇK-s, edhe prej njerëzve shumë të ndryshëm, dhe e marrë në mbrojtje të asaj qendrës. Aty kanë qenë edhe KFOR-i anglez. Ka pas KFOR anglez mbrana. Dhe në muaj ditë kom flajt në atë ministri ku është e sodit, kur pa dalë për atë vit. Çdo ditë, një profesori imi matematikës, Idris Gashi, që unë ju pa ta thonë e kam doj, ase kisha doj, ka ardhë dhe ka marrë raporte të përditshme nga ato që ka une ku mujtë me I po që ka po bujnë ata njerëz të asaj periude. Dhe tash nën mujtë ditë me najtë të hongër drellza, panina I sa njerëz jetë. Edhe jo, po bomba jatë, edhin. Por ky ka qenë njëri prej angazhimeve të mia. Ata përmend edhe një që e ki shumë special? E ke përmend më herët në emisionin tim që ke qenë, dhe me thonë, në Beograd edhe ke morë informata për ish presidentin edhe kasapin e Ballkonit Slobodan Milošević. A është e vërtet? Nëse ju kujtohet, është një deklaratë e shefit shërbimit informativ të Kosovës, Kadri Veselit, pas ndaljen e tij të parë publike në Klan Kosova te Baton Haxhiu, ku e thotë që ne kemi hyrë në kabinetet e Tadićit dhe Koshtunicës dhe kemi marrë informata me thas. A I s'ma ka thonë emrin, se atëherë konë situatë pak ma... A bashkë ashtu me thos, Fatmira? Po, unë këgja shumë ku marë. Ashta ka pasë edhe tjetër kush që I kanë ndihmu kësaj çështje, por ky angazhimi jam ka qenë I këtill. Dhe tash po I thojnë këto, sepse duhet t'i themi, për shkak se njerëzit dalin... Për qesin dëshkrimi për thojnë Fatmiri ka keshu që kënë, që pse pas ka kesha, për të sonte edhe ekskluzive. Jo nëse më kuptua, do më unë jëmë hy mrena në qendër Jugoslave... Edhe me pa tjetër ju ka dashtë, po... Dhe për Kadri Veselin, për Ramushin, për Dautin, për këti këmë terroriste në këta. Se ty s'ke mujtë nëshe, me kënu kongën Adem Jasharit e me hime sërba të me... Do më unë, ka qenë e pa mundër. Dhe këto çështje nuk më dash kur t'i bëj publike. Po e di që ke zitur që do. Por, unë jam ka e finalizoj një libër, sepse po bëjmë jetë edhe... Si dijet, po. Mirë është me lëndë që ka pas. Me thonë se kom fëmije, kom nipe, mese, doje, kusheri, edhe unë e kom edhe. Po. Se njësit menojnë që se kom kërkom. Natyrisht që gjërat cilat të pathënat, edhe në kohën kur kom qenë sekretariat punëve të brendshme të krahinës socialiste autonome të Kosovës, e ku kina bashkëpunue për Ibrahim Rugovën, se atër o konë lidha demokratike e Kosovës. Nuk ka pos tjetër parti, e vërtet. Dhe ne, për atë periudhë, kom dëshmit mira, t'ja zakonshme, kom njerëz me cilët kom bashkëpunue, edhe kjo periudha tjetër. E shikot, po. Pra, është pak, ndoshta për me kap njerëzit këtë punë, ju do këtë pak këgja e pamundshme kjo. Edhe ju e dini që kom qenë edhe në prokurori speciale të Hagës, për punë bombës. Po. Baba mu ka vranë vitin 97, dhe e kom dëshmue para prokurorisë që babajnë tim nuk e ka vrarë ushtria shërimtare e Kosovës, dhe pastaj zavendës komandanti
i shtabit përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës Sefol Bashota në pyetjen e avokatës Kadri Veseli Tashi më thotë që vrasja e tij na nuk kem lidhje me këtë punë. Bile dhe KMLD-një në atë kohë ka dalë dhe ka thonë që është vrarë pas sqaruar. Mirë, po ajo që mua më lën mbres në pyetjet e asaj gruas që hetuese në Hagë, domethënë kom pa diçka që është shumë morbide, është jashtëzakonisht e fllëqët, se nuk di gjuhë tjetër me përdorë. Domethënë nuk muj. Për arsye se aty më janë treguar dokumente të shqiptarëve, të cilët në Kosovë, për shembull, janë distancuar prej familjeve, prej kushëreve, konkretisht prej familjes tonë. Është distancuar edhe prej familjes tonë, po edhe të tjerë. Dhe kur kum pa aty që të njëjtit këta që janë distancuar prej teje, kanë shku në Itali, në Gjermani, në Suedi, në Zvicër, dhe me atë dokument e kanë rënue ushtrisë lirimtare të Kosovës, të thonë, na ka vra kusherinën UÇK-ja dhe na dojmë azil politik. A ka sen ma morbid në këtë botë që mundet me bo dikush? Domthonë ne kam përdorur vrasjen e babait tan për... Ja, nuk e thash babait tam. Po dhe të njerëzve tjerë? Nuk duhe me këto muhabete, a kupton, nuk duhe. Nuk duhe sepse këto ja kumlon libret. Unë në libër do t'i sqaroj të gjitha këto që të pasqarume për opinionin dhe për njerëzit të cilët i dhonë vetit të drejt, thuti që ka marrë licencën ai ose ajo, me thonë kush ka drejt me përdor ushtrisë lirimtare të Kosovës, emrin e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dëgjoj, misioni imi është ka qenë dhe do të mbetet që edhe Serbin mishti me thonë rënoft ushtria lirimtare. Bravo, kjo të më thonë. A e ftoj me kena një musafir shumë special sonte? Gjithmonë, mirësohet. A i sa erdjen vjen pak ma nervëz? Jo, mos e problem. Se tjertë, por i ka ato qëllimet e veta dhe i ka idetë e veta. Ka qenë ish pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka qenë djali i Zuti, për ndryshe thirrë snajperisti Kosharës, me neve sonte Musa Smoli e ftoj me dorëtëgjitë të vapë. Hajde Mus, ma shumë shukroka, i lutem. Në rëmomi se erdhe, s'pas ke ardhur me kacin sonte. Jo, a ka vend me ullune. Po, a për fol Fatmirit ajo? Jo, Fatmirit të tonë me bio foli, se ta shumë me javon dorën. Fatmirit, a për jep dorën? Nështë ta jepi, po jo momentalisht. Pse? Pse du me fol, masa në i musha mu marrë vesh jepi. Që shme më musha? Dorën së jep? Mërë ma.